Prezantuesja e njohur shqiptare, Kiara Tito, ka qenë gjithmonë në qendër të vëmendjes së mediave roz për jetën e saj sentimentale. Para se të gjente dashurinë e jetës te Louise Ailey, ajo ka pasur një lidhje të komentuar me këngëtarin kosovar Butrin Timeri. Dyshja u njohën përmes botës së muzikës dhe showbizit, ndërsa lidhja e tyre u bë publike pas paraqitjes së Kiarës në videoklipin e Butrintit Hajt, ku kimia mes tyre ishte e dukshme. Megjithatë, marrëdhënia nuk zgjati shumë dhe përfundoi në mënyrë të qetë pa konflikte publike. Pas ndarjes, secili vazhdoi jetën e tij. Kiara u përkushtua më shumë në karrierën televizive, duke u bërë një nga figurat më të dashura për publikun shqiptar, ndërsa Butrinti vazhdoi me sukses rrugëtimin në muzikë, duke u shndruar në një nga artistët më të dëgjuar në trojet shqiptare. Megjithatë, edhe pse vitet kaluan, lidhja e tyre mbeti e pashlyeshme në kujtesën e shumë fansave, të cilët shpesh i kujtojnë si një ndër çiftet më të pëlqyera të kohës. Ajo që ka befasuar ndjekësit së fundmi është një gest i bërë nga babai i këngëtarit, Afrim Imeri, i cili në llogarinë e tij në Instagram ka ruajtur ende një foto të vjetër të Kiarës dhe Butrintit së pashku. Ky detaj nuk ka kaluar pa u vënë re nga ndjekësit, të cilët e kanë cilësuar si një shenjë respekti, nostalgjie dhe mirënjohjeje ndaj vajzës që dikur kishte qenë pjesë e jetës së djalit të tij. Një veprim i tillë tregon se, pavarësisht ndarjes, familja Imeri ruan kujtime të bukura për Kiarën dhe marrëdhënien që dikur kishte me Butrintin. Sot, Kiara Tito është një grua e realizuar, e martuar me këngëtarin e njohur Louise Ailey dhe bashk kanë sjellë në jetë vajzën e tyre të vogël, Luna, e cila ka bashkuar edhe më shumë çiftin e dashur për publikun. Kiara shpesh flet me emocione për jetën familjare dhe rolin e saj si nën, duke treguar se është në një periudhë të lumtur dhe të plotësuar të jetës. Megjithë, fakti që një kujtim nga e kaluara e saj ruhet ende nga babai i Butrintit tregon se respekti dhe simpatia për të kanë mbetur të pandryshuara. Ndoshta kjo është edhe një dëshmi se marrëdhëniet e sinqerta, edhe kur përfundojnë, lën pas kujtime të mira që duhen ruajtur me dinjitet dhe mirënjohje.